kushtetuese na tregoj edhe një herë tjetër që është jashtëzakonisht shumë larg, jo vetëm asaj gjykate kushtetuese që kemi pasur, të cilën neve gjoja e hoqëm për shkak të vettingut, por unë e barazoj edhe me një treshe gjyqtarësh gjykatën e apelit këtë. Avokat, kemi thënë për këtë gjykatë kushtetuese të paktën tani më kemi pasur disa konkluzione. E paaft, e keq përdorur, e pafuqishme. Po. Pse të mos themi që thjesht është dhe këtë variantin tjetër që e dëgjojmë te opozita, që është sot një instrument në duart e Edi Ramës dhe merr çdo vendim që i kërkon kjo mazhorancë të marrë. Gjë të fundit kanë qenë kundër Edi Ramës, shkarkimi i Rionveliait dhe kjo. Po mirë, ta bëj pyetjen retorike ndryshe unë ty. Të nxjerrun ty një 15 deklarata të Sali Berishës. Mos u mërzite që Jo, unë kam përgjigje nga ai. Nga 15 apo deklarata të Sali Berishës që Sonira Betjen e quhen heroin. E mbron me istikam o burr. Pse kush ka thënë ty që Rama dhe Berisha janë kundërshtar? Berisha. Atë po, atë këtë. Berisha, për Sonira Betjen. Po, për Sonira Betjen. Tani si është e mundur që ka që nga e premtja dhe heroina e Sali Berishës nuk ka thënë. Po si është e mundur që s'e kanë dhënë për te Sali Berishës? Sa është zoti miqiell për demokratët. Pse s'e kanë thënë këta të tjerë poshtë Saliut, një fjalë. Si është e mundur që bashorti i vet është drejtori i Syrit.tv, televizioni i familjes, dhe gruaja mbroka Belindën, kurse televizioni shan Belindën nga mjezit deri në darkë. Ma bëj mua ti këtë. Kjo është profesionalizëm, mi bëjmë. Bravo, këtu ke drejtë. Po patjetër. Okej. Ata si media kanë faktet e tyre, kanë. Jo, po nuk mund të lejoj të godasësh median në asnjë moment. Se e keni marrë vesh, na keni bërë neve sikur jemi e keqe e madhe këtij vendi. Po pra, se më thedhe që kam nxjerrur ato videot e Ibrahimit, kontrollova si kisha nxjerrë se si kam. Nuk të thashë. Që është përgjuar ta mora si shembull. Po pra, mos merr si shembull fare mua se kështu të bëni pis ju. Tani, o zotri, thelbi se ngatroheni me emra. Emrat janë të rëndësishëm, për shembull. Cili nga gjyqtarët që kanë qenë kundër Ramës aty, kanë qenë të ajo treshja që kanë vendosur në fillim për të mos e gjykuar. Asim Vokshi, Masida Xhafellari dhe Toska, Ilir Toska. Njëri nga këta ka qenë pro, dy kanë qenë kundër. Jo, në fillim fare në treshe. Sonira Betjen, Masida Xhafellari, Sander Beci. Sander Beci e Masida Xhafellari votuan kundër Belinda Ballukut, kundër Ramës, kundër për t'u hapur. Po. Kurse Sonira Betja mbajti në këmbë këtë histori. Po të kishte votuar edhe Sonira Betja, një lloj si dy të parët, kjo çështje s'do kishte shkuar fare, s'do ishte shqyturiç. Bravo. Tani kur kaloi pastaj në Teçe, si votuan? Në Teçe votuan 5-3. Ishte vota e Genti Ibrahimit dhe Sander Becit që kalojnë krahun tjetër dhe 3 gjyqtarët ishin kundër. Prapë ato 3 ishin kundër. Po. Pra, pyetja tani është, ai që kanë ikur nga 5-3 te 4-4, duhet parë pse ka ndodhur kjo histori. Ta thash pra dhe unë. Duhet parë pse ka ndodhur kjo histori. Është shantazhuar, duhet të mbrojtur ai zotria. Dakor, s'jam kundër me këtë pjesë. Nëse është dhe unë të solla dy shembuj dhe të thash e para, Spaku këtë e ka përgjuar më parë, dhe këtu po ngre Alibira, kot, po duhesh duke shtuar faktin që Spaku këtu ka qenë palë, s'është palë Spaku në atë gjykim, se ishte në gjykate. Tani pse mos haludoj unë që të them domethënë që duke qenë se është një vendim shumë i çuditshëm. Dhe opsioni pas ka qenë që domethënë të paktën Strasburgu apo jo. Strasburgu e ka dhënë formulën e zgjidhjes. Dhe këta nuk e kanë zgjidhur, sepse nuk kanë dashur ta zgjidhin në këtë formë. Unë dhe pas që ata nuk e din fare këtë, që sapo thash unë. A se din fare që ekziston? Po fare. Jo, besoj e di në... Po ta din do ishte akoma më keq. Po i mbrojnë. Unë nuk e dija këtë, unë nuk e dija. Po qofse është ky varianti që the ti... Po i mbroj pra. Atëherë ata umbrojnë 3 herë, të lutem, umbrojnë 3 herë dhe normalisht e kanë patur si opsion barazimin, siç ndodhi. Nuk është se din. Pra, nga kjo pikpamje ka dyshim të madh. Po unë them është si, e di si është kjo redi që ta shtensionojmë pak bisedën. Është si një ndeshje me 2 palë, ku të dyja palët luajnë aq fort sa ndeshja del barazim, askush nuk fiton. Po këtu s'duhet dalin asnjë barazim. Po përderisa edhe një herë. Përderisa në kushtetut thuhet ose në ligjin për gjykatën kushtetuese. Prandaj them kjo e nardi të haj çik diskutim. Thotë që kur ka barazim të votave, kërkesa bie, pra këtë thot. Nuk thot ky është
shkruar kërkesa bie. Pra kemi një opsion që mund të ndodhe barazim. Dhe ka ndodhur. Ka që thjesht është. Pra këtu unë nuk të thash ty që kemi në ligj. E ke nga Strasburgu. Po s'është i detyrueshëm ai. Ke gabim. Në ligj është kjo që them unë. Kur është në ligj është kjo që them unë. Kur ka barazim votash, madje ka edhe një gjë, ja duhet të ketë. Kryegjyqtari. Ja, do kthehemi këtu regjia. Jo, nuk është kjo. Kur ka barazim votash, bie kërkesa, sepse ne shkojmë sikur fiton njëri apo tjetri. Ne shkojmë me idenë që o zotëri, Flogerti bën kërkesën dhe ne jemi gjyqtarë, nuk arrim dot në vendimare, barazojmë për kërkesa e tij zotëris bie dhe vazhdon jeta. Nuk është se ka vakum këtu ligjor. Nuk është krijuar vakumi, thash edhe një herë. Aty ka fituar SPAK-u, nëse duam ta interpretojmë. Por nuk ka krijuar dot as precedenti për zgjedhur Gërçi. Por nuk më duhet precedenti, se unë du zgjedhur Gërçi mos. Edhe një herë, precedenti do ishte sikur këtu do bëj nami me kërkesa, nuk ka për të ndodhur me kërkesë. Këtu këtu futemi në terrenin e politikës, dhe politika bën shumë mirë që e ngre këtë zhurmë. Dakord? Këtu ka fituar kërkesa e parë e SPAK-ut. O zotri, unë do doja që të kisha një 5-3, ku gjykata kushtetuesi i thot qeverisë, ekzekutivit, i thot dhe parlamentit që po, je ministër, nuk ka asnjë lloj rëndësie, ka të drejtë gjë. Nuk ka rëndësi kjo Flogert. E thot këtu e fakt. E thon një pjesë, e thot ministri thot nuk ka imunitet kundrejt ligjit, thon ata në arsye. Po më burr thime unë tani se e lexova ata. Kur s'pas ka imunitet, se tani as kshu as ashtu nuk mund të jetë. Shpesh pra politikisht korrekt pra. Po ti çik Stazan nuk mund të jesh, o je Stazan ose je oti miku im. Gjykata vlerësoi një zëri se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103.3 i Kushtetutës në lidhje me neni 73.1 dhe 2, po të mos futemi aty vetëm regjia. Vetëm më nxirr pak të lutem reagimin e Ramës sot pas takimit me grupin parlamentar që ta komentojmë. Denis, si e lexove këtë qëndrim? Këtu më në fund erdhëm tek ajo që është lajmi dhe le të themi situata e rëndësishme për të analizuar. Se unë edhe një herë mbetëm qëndrimit që 4-4 është një rezultat më se i pranueshëm në kuptimin e rezultatit. Është barazim, nuk fiton asnjëri as tjetri. Në gjykat fiton, nuk duhet të fitojë në këtë rast, nuk duhet të fitonte dikush. Me sa duket, kjo është vendimarrja që antarët kanë zgjedhur dhe pastaj ne nuk i detyrojmë dot. Tani Rama na dha sot quhet pushim gjykimi quhet. Termini është pushim gjykimi, prodhoi as edhe një efekt. Jo efektet e prodhoi. Denis, ti marrim kështu, funksionet 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mos vendimit të gjykatës. Këtu duhet ta shtoj një batutu. 3 konkluzionet e mia thot Rama, se nuk grupi parlamentar aty s'ka askush kush shkep konkluzione, po kthehemi tek ajo çfarë funksionet e padelegueshme kushtetuese nga i antarit qeverisë tek ai presidentit të Republikës dhe jo vetëm nuk mund të pezullohen kurse si nga askush duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin, pra institucionin që ajo drejton. Kjo është politikë e Ramës, nuk është thelbi, vazhdo. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë antarët e trupës shfaqin uranim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Kjo është e rëndësishme dhe rikthehemi edhe tek pjesa e tretë është më e rëndësishme që thotë se vetmja pale përmbushur nga rikthimi i pezullimit është ato që thashun fitoria e SPAK-ut. Që në kushtet e pezullimit mund të vazhdoj krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës pezullimit. Një shtesë nga ime. Lere se nuk ka SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet. Shtesa është njësoj me pikën e parë, pra atë që thotë. Kjo ndërhyrje në legjislacion, Denis, pastaj dalim tek ndërhyrja në legjislacion është i vë në një farë mënyrë e bën më të qartë, se e bën ligje dhe ti s'ke çfarë thua më, por rasti që është trajtuar nuk trajtohet më. Dakor? Rasti Balluku nuk trajtohet më. Rasti Balluku po thua nuk trajtohet, i vetmi shans ka tek gjykata e apelit. Është tjetër gjë, ajo është proces penal, s'ka lidhje me parimin doktrinën. Pra, tani këta çdo gjë që do diskutohet për atë që është precedent. Kur thua rasti Balluku nuk trajtohet më, domethënë Balluku nuk kthehet më kurrë në pozicionin e ministrit. Jo, nuk trajtohet më nga gjykata kushtetuese si një precedent. E qartë.
Gjykata kushtetuese e mbylli çështjen Balluku. E la në fuqi pezullimin. Sepse një nga pikat e vendimit që thuhet nuk ka vendim ka, sepse thuhet hiqet pezullimit apo jo Leonard, jam I sakt? Po. Ja, ky është vendimi për Ballukun. Dhe në ata nuk do merren më me rastin Balluku. Ata do merren nëse Rama ose ndonjë se mund të shkojë edhe Berisha më për një rast të tillë. Nëse një nga këta shkon prapë në gjykatë kushtetuese. Tani Rama ka thënë këtë dhe kjo pastaj del tek ajo që tha Flogerti, jam dakord me këtë, që tha këtu edhe Rama është I fituar, jo vetëm Spaku, te vendimi 4-4. Sepse Rama thot këtë, përderisa tani Balluku është e pezulluar, nuk ka më asnjë pengesë për hetimin e Spakut, atëherë nuk është nevojshme fare që të shkojnë për heqje imuniteti. Dhe Rama ka fituar kohë gjatë gjithë kësaj kohe sepse donte pikërisht këtë gjë, që çështja e imunitetit mos trajtohet në parlament. Sipas mendimit tim. Nuk ka asnjë urgjencë sot. Po pra s'ka asnjë, po jo, realisht ka urgjencë sepse në diku te java e parë e marsit mbaron kjo çështje, mbyllet afati 3 mujor. Nuk e di kur është dorëzuar. 16 mars. Pra deri në 16 mars është urgjenca, pastaj iku kjo çështje. Kështu që këtu Rama pse them ka fituar dhe Rama me 4-4. Sepse edhe sikur të fitonte 5-3 Rama në gjykatë kushtetuese, ai do ishte detyruar ta trajtonte çështjen në parlament. Tani thot ai nuk jam I detyruar sepse këtu gjykata nuk mori vendim. Po pra, unë po flas me atë qasjen që bën Rama për lëvizjet e tij politike. Ai thot këtë gjë që kushtetuesja nuk na e sqaroi këtë precedent dhe unë s'kam se ngutem me kërkesën për heqjen e imunitetit. Në qoftë se kushtetuesja do t'ja kishte sqaruar precedentin, atëherë ai do duhet ta sillte në parlament. Po. Kryeministri. Në moment që ti domethënë e shpreh kaq lehtë për opozitën, opozita tha kjo është grup shteti, domethënë. Tani vendimi këtu na erdhe tek grupi më pa vlerë politikisht dhe ndjesë ju shpreh keq, jo pa vlerë, po pa forcë politikisht në Shqipëri. Nuk mund t'i prishësh rregullat e lojës rrugës. Edhe një herë. Mirë, por nesër Rama do ta ngulin atë çadën atë. E kërkoj edhe një herë të rreqë, them grupi më pa peshë politikisht është Partia Demokratike. Kjo nëse thash kishte Jo, a ka të drejtë apo s'ka të drejtë, sepse ti nuk mund të ndryshosh rregullat e lojës rrugës. Të ndryshosh, të bësh ndërhyrje, se kjo ndërhyrje në legjislacion avokat çfarë do të thotë? Po ta thash pra. Ndërhyrja në legjislacion nuk është për rastin Balluku, mos zotëri. Jo, bëhet fjalë për ministrat e rinj nesër më. Më fal, e merr Ballukun zotëria, e shkarkon nesër nga ministri aty ku është dhe e bën ministër të Ministria e Arsimit. Po, u zgjidh çështja. Kaq është. Si. Ballukun atë Ministri i Arsimit valla. Nuk e lot infrastruktura ra. Nuk I prish më provat aty. Nuk I prish provat të arsimit valla. E shkarkon nga zëvendës kryeministri dhe jo, se kisha menduar. Avokat. Ço po them pra? Avokat. Edhe avokat na tronditi. Edhe pra, e ka opsionin Rama që ta ndrojë Ballukun. Balluku është një histori e mbyllur në gjykatën kushtetuese, më fal. Po çfarë ka humbur Rama këtu më? Si ministre e kësaj dhe si zëvendës kryeministre ka mbaruar çështja, nuk gjykohet më. Ne po themi për ministrin nesër, vazhdimi. Rama e ka opsionin për ta emëruar ministre prap. Bravo, dhe ka dhe opsion tjetër Rama, se edhe po në këto kushte edhe po komunikoj, po më në këto kushte dhe ka dhe opsion tjetër, që për një javë Rama të gjej një artific tjetër dhe të pyesi sërish gjykatën kushtetuese për parimin e kësaj ngërshit kushtetues që nuk u zgjidh. Po? E kupton? Pra duke mos ju referuar më çështjes Ballukut. Po, prandaj po them çështja Ballukut nuk trajtohet më. Po, bravo, një antar të ministrave. Balluku nuk është më ministre dhe zëvendës kryeministër pik. Kjo historisht e mbyllur. Rama si kryeministër ja jep këtë fuqi kushtetuta që ta ngrej sa herë dojë në këmbë gjykatën kushtetuese. Për çdo gjë, e ndryshe nga tjerët. Dhe Rama mund gjej një pretekst tjetër, një pretekst tjetër ligjor atje për të interpretuar avokat. Për të interpretuar kur e thot Flogerti e paska gjetur ta marroj. Për të interpretuar parimin e gjës. Ja ku është, ja të lutem, refuzimi i kërkesës, ja ku e ke kërkesën. Gjykata kushtetuese vendos refuzimin e kërkesës kur votat janë të barabarta. Fakti që është shkruar do të thotë që është opsion. Automatikisht vendimi është ai gjithësisht. Kështu që
luhet në do gjej një se te ajo e ka merakun Flogert. Lëvizet në disa. Na e thuj kështu në para. Po pra, ja bëhet kështu. Bëhet gjykata me nëngjyqtar. Në momentin që bëhet gjykata me nëngjyqtar, që shkon kërkesa e re. Përpara verës, çohet një kërkesë e re që kërkohet një interpretim. Dhe aty mund të jetë 5-4 në disfavor të Ramës. Çfarë rëndësie e ka ose në favor të tij? Nuk ka rëndësi. Po deri në atë moment, Zojës Balluku nuk i hiqet imuniteti, më the thash nga këto, e ka thënë te pika 3 ai, që mos prisni që t'ju jap Ballukun, pa e zgjidh parimisht dhe ligjërisht këtë gjën. Pra Zoja Balluku gjerë në fund majit, më spaku do jetë deputete, më shumti mund të jetë ministër diku tjetër. Më shumë i qartë ai në që thot, po e bëj leximin pastaj. Ka sa për të ndihmuar pak avokatin. Pasan qenë ai pa aftë anto antar të gjykatës kushtetuese. Politikanë Ta thash pra rezultati nuk është produkt i një lufte të fortë, ke parasysh si të luaj Manchester City me Liverpoolin dhe del 4-4 ndeshje. Ose negociate fortë. Kaq e thjesht. Tani Flogerti ka avokat ndërhyrje ata do në legjislacion. Ishnoe kam 4 gjëra, pa më ndërprer, jo nuk do të ndërpres. Po do ndërprem se ndryshe pastaj s'ka kuptim. Jo, po s'u ndërprer nuk ka kuptim. Teorikisht edhe që dhe praktikisht Edi Rama nuk ka për ta dhënë imunitetin e zonjës Ballukut, nuk do ta jepte më përpara, jo sot që se jep e se jep. Pra, që kur ka nisur kjo histori, Rama nuk ka pas ndërmend as edhe një herë vetëm që të japin imunitetin e zonjës Ballukut, sepse bie vet. Momentin që e Ballukun. Po, sepse është thënë te llogaraja nuk është Belinda Balluku, është Edi Rama komplet. Dhe për mendimin tim Edi Rama është i shantazhuar nga zonja Balluku, të paktën në raport me llogaran, se nuk e dim pjesën tjetër pastaj. Për ndryshe, ai Edi Rama që shikoni i gjithë pushtetshëm, se është realisht i gjithë pushtetshëm, do ta kishte larguar si kundër ka bërë me gjithë tjerët, me Sajmir Tahir, me Ilir Beqa, me Arben Ahmeta, me gjithë tjerët. Se nuk me Ditmi Bushati, se nuk do t'ja di Rama fare për këtë. Fakti që ka ngelur këtu është pikërisht për këtë arsye. 1. Unë besoj në një narrativ tjetër, dhe ndoshta mund ta kemi gabim këtu, po hajde se do ta diskutojmë. E diskutojmë. Unë besoj, domethënë që Flogerti thotë deri në maj nuk rregullohet, që unë them domethënë që deri në prill Belinda Balluku do shkojnë në burg. Do i vjen prangat. Unë besoj këtë. Me këtë dosje që kemi deri tani. Jo, ata desha dalë. Unë me çfarë di, me çfarë di unë, po e di ti lexon të ardhmën tani. Ja, po ti pse preket? Mund të keni informacion. Po preka, po na thuaj çfarë di që ta analizojmë. Po mima, po që shtatanik, ma thuaj që jam. Jo, se e di pse po e nxjerr me. Jo, duhet ta kundërshtoj pak nga afate kohore, sepse tha unë, afate kohore e thash thjesht domethën për. Mos toj prill pra, sepse edhe po erdhi një kërkesë e re. Në qeshor atëherë. Ja pa një sekondë ta çoj deri në fund, pastaj ram dakord që të ndërhy. Po ne s'ram dakord për këtë, po vazhdo nesër. Në qoftë se do vi një kërkesë e re nga SPAK-u, më e rëndë se sa kjo që është tani. Prap mazhoranza ka 3 muaj afat për të luajtur, kështu që prilli bie, mund të thuash, të thashun, pastaj vazhdo ti tani. Shikoj, mund të vazhdoj edhe për shumë vite edhe shumë kohë të tjera. Unë besoj te një narrativ juridike, jo politike. Dhe narrativa juridike imja është, nuk është një lloj që të shkosh ti dhe të thuash është e pandehur për shkeljet e barazisë në tendera, dhe korrupsion, grup strukturuar, sepse po ta lexoni ju Edi Ramën dhe di kur dolin podcast, tha një fjali shumë të rëndësishme dhe e shprehu një 3-4 herë. Belinda Balluku nuk ka akuzohet për korrupsion, tha. A e tha kështu? Sa e di shumë mirë që po ta ketë një vepër penale për korrupsion, është 15 vite. Pastaj është ligji që e detyron. Dhe në momenti kur ti ke këtë je i detyruar ta japësh mandati pasaj. Je i detyruar. Je i detyruar politikisht, po juridikisht s'është i detyruar. Dhe juridikisht. Sakt. Edhe juridikisht, sepse kodi procedurës penale ta rregullon atë. Jo, po deputeti thot, po s'janë provat mjaftueshme. Është njëjta gjë pra, është njëjta gjë me këtë historinë e sotme. Okej, më vazhdoni. Jo se duhet të jetë ashtu, Leonard. Zotrin, ne po të bëjmë oponencën e mendimit. Duhet të jetë ashtu. Ju flisni, oponencën e bëni, po unë flas juridikisht e ju flisni gazetarisht. Juridikisht nuk është e njëjta histori tani mo zotrin. Juridikisht, ai komisioni atje që shumica e ka mazhorata, a mund thotë që provat janë të pamjaftueshme që ka korrupsion? Po pse thotë? Po pse tani e vonon tani? Nuk e kanë bërë asnjëherë o Flokert. Po pse vonon tani? As edhe një herë. Po dëgjoj. Po se kanë bërë me o Flokert. Po dëgjoj pra më thuaj. A do të vi me radhë? Me Koço Kokdhima, me Sajmir Tahiri, me Arben Ahmeta, me Sali Berisha, me gjithë më.
nuk ka bërë asnjëherë komisioni të marrin provat edhe t'i shqyrtojë. Ka dhënë një vendim politik. Me Tahirin e kanë bërë. Ore, Tahiri ti thanë do të vën prangat aty, burra ti thanë po hetohet, çojnë arrest shtëpie, po jo arrest me burg këtu. Jo, vetëm kontroll banesa dhe kontroll personal i dhanë, nuk ja dhanë fare. Dhe Rama ka thonë që ne, unë po të lexoj Ramën, Rama me Tahirin thoshte, 2 pika. Thoshte, ne do t'i marrim, do t'i shohim provat, në qoftë se na bindin, thoshte Rama. Neve provat thoshte për Sajmir Tahirin, mirë. Po me një letër bakalli që merr nga Italia nuk mund të ma marrësh ma çosh në burg. Me këtë logjik të Ramës po them, nuk duhet bërë kështu, jam kundër Ramës, por po ta them, nesër do thot, me këto akuza që kanë këta për korrupsion për Flogert Muçën, jo, nuk ja japun lejen. Edhe çfarë ti bësh ti teorikisht më, pastaj politikisht nuk e di nëse do reagojë nesër, po teorikisht unë besoj te ky varianti që sapo thash. Pra unë besoj domethënë sepse Belinda Balluku për mendimin tim. E kupton që e beson më shumë ti Edi Ramën se unë Denisi? Ka të paktën. A e kupton? Pra ti beson që Edi Rama do të zbatoj ligjin dhe vetëm ligjin dhe parimor? Unë Denisi jemi skeptik ndaj Edi Ramës. Na thua neve pastaj. Edhe 5 kallëzimet e tjera të Belinda Ballukut për 5 çështje të tjera, të cilat do t'i bashkangjiten nga shqiptët e kësaja, dhe po të them një herë tjetër, Belinda Balluku është e detyruar që të vëj byzylykët dhe të shkojë tek ai burgu me pamje nga liçeni. Kush ky? Po Gradec, aty në Lil. Se kanë bërë të bukur. Super është. Super. Edhe ajri është atje më i mirë se çdo vend. E dyta, durata që renditur 4 pika pra. Jo, unë po të shënoj. Ikën 2. Tani te kjo pjesa, se kjo është shumë e rëndësishme e ndërhyrja në legjislacion se kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme. Sepse ajo çfarë unë mendoj se do bëjnë ky grup i ri, ky grup i PS-s, parlamentari i PS-s, është që mund ta zbëjnë fare në 242 të kodit procedurës penale. Ka regjia 242-shin ose ta zbën fare dhe rishkruan, ose do shtojnë në pikë tjetër. Po shto më ndaj persona zgjedhur dhe atyre me autoriteteve të larta, presidenti, ministrave, avokati i popullit, kreu KLSH, funksionet po, kushtetuese, funksion kushtetuese. Ta degeneroj fare pasaj. Tani një pyetje kam këtu avokat se unë kujdesem për ata që po na dëgjojnë. Pra jemi në këtë pikë që të mos shkputemi. Pra Rama nëse ka marrë këtë vendim, do doja dija sa afat ka për ta bërë këtë dhe kjo futet në fuqi. Dhe sa vota i duhen? 84 vota. Me 84 vota. Po, me ndryshimet brenda muajit. Mbyllë diskutimin. Po u lodha. Pra nuk janë 94. Mu lodh. Mbaroi pra 84 vota. Rama sa ka? 86. Edhe, po doja të precedenti është i freskët fare, sepse ti ndryshove kodin penal jo më larg se sa para një 10 ditësh a 2 javësh. Po. Okej. Kodin penal, jo kodin e procedurës. Te kodin e procedurës këta nuk kanë hyrë fare akoma. Kur të hyjnë, ke për ta pasur çfarë do bëjnë. Te kodi penal, këta kanë bërë një gjë që unë më vjen keq që shumë kolegë mi nuk kanë arritur do ta cekin dhe ose të paktën ta thonë në media që ta marrin vesh tjerë. Ka bërë një gjë të llaftarshme ret. Kanë fshirë pikën 7 në 28 të kodit penal, e cila praktikisht, po të them një herë tjetër, është gjëja më e tmerrshme që kanë bërë sot për sot për kodin penal. Çfarë ishte pika 7? Pika 7 rregullonte. Në kujt ishte? Në 28 i kodit penal pika 7. Okej. Rregullonte marrëveshjen e atij të penduarit të drejtësisë. Pra, ku një i penduar i drejtësisë si Nureddin Dumani, dile se dhe viheshe në dispozicion të drejtësisë duke treguar krime të tjerëve dhe të vetat. Dhe merrte në këmbim. Dhe në këmbim merrte ulje dënimit të konsiderueshme. Pra ky është pika 7. E kanë heq fare këtë. E kanë nxeruar. Që të mos ketë më të penduar po thua. Po. Dhe këtë nuk e kanë bërë për ata të drejtësisë, që do ta kuptosh. E kanë bërë për këta të korrupsionit. Pra, nuk do ketë më. E rëndësht. Nuk do ketë më për shembull një nënpunës i prokurimeve publike, më falin ajo vajza sepse vetëm ja di nuk e njoh për Ina Goxha, që ishte personazhi i cili Gjoja çoi në burg Erion Veliaj, po themi, Gjoja, se nuk e çoi ajo, po them Gjoja. Që ishte ajo domethënë që tha më bën presionin bla 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 dhe foli kundër Erion Veliajit, dha dëshmi kundër Erion Veliajit. Më kupton? Pavarësisht se ajo mund të kishte qenë, si të thuash, e akuzuar, ajo nuk ka akuzuar fare sepse kjo ishte marrëveshje, le të themi. Sot me këtë gjë
ju thuhet të gjithë administratës shqiptare, i thot mos guxoni